Drejtori juridik të postës shqiptare Hipokrat Biba e kanë mbajtur në detyrë 3 drejtor për aftësitë e tij si mjeshtër i sajimit të tenderëve fiktiv me procedura antiligjore dhe falsifikime. Në 4 vitet 2020-2024, auditi i brendshëm i postës shqiptare zbuloi korrupsionin e vjedhjet me tenderët, ankandet, kontratat e qirave, ortakërinë me One Albania dhe të ardhurat e shërbimit postar, të cilat kanë autorsinë e drejtorit juridik Hipokrat Biba. Drejtoria e auditit i dorëzoi 3 ish drejtorëve Laer Duraj, Ervin Bushati dhe Ardit Demiri raportet me të dhënat e shkeljeve ligjore dhe dëmet financiare të shkaktuara me urdhra të drejtorit juridik Hipokrat Biba, shoqëruar propozimi për kallëzim penal në SPAK, por 3 ish drejtorët e pas vitit 2020 nuk lejuan kallëzimin penal të abuzuesit Hipokrat Biba, sepse çdo procedurë fiktive, falsifikim, tender pagar, mosbatim kontratash e vjedhje fondesh, ai ka bërë me urdhër të tyre dhe në ujdi e ndarje përfitimesh me ta. Prandaj drejtorët ja linin njëri tjetrit në detyrë këtë mjeshtër abuzimesh, i guximshëm për të firmosur dhe gojkyçur. Disa ditë më parë pamfleti publikoi një fakt nga raporti i auditit të brendshëm të postës shqiptare për 243 procedura prokurimi dhe 72 kontrata pas vitit 2020, prej të cilave 213 me shkelje të rënda ligjore, duke i shkaktuar kompanisë 31 milion euro dëme.